Autorët e plagosjes së 4 fisht menjëherë pasi qelluan me breshëri plumbash në drejtim të mjetit luksos tip G klas, janë larguar me shpejtësi në drejtim të Elbasanit. 2 autorët e dyshuar pasi kanë dalë në autostradë janë drejtuar drejt Elbasanit, por gjatë rrugës kanë devijuar në disa fshatra ku dhe kanë humbur gjurmët. Hetuesit kanë dokumentuar përmes kamerave të sigurisë një pjesë të itinerarit të tyre pas atentatit, por për shkak se janë fshehur në rrugë dytësore rurale, kanë arritur që të humbin gjurmët, duke përfituar nga mungesa kamerave të sigurisë në këto zona. Gjatë kohës që atentatorët kanë nisur të qellojnë në drejtim të makinës, përveç 7 gjurmëve të plumbave që janë gjetur në mjet, një tjetër plumb ka kapur një makinë tjetër që ka qenë duke lëvizur në afërsi të zonës. Drejtuesi i saj është larguar menjëherë prej frikës, por më vonë ka njoftuar policinë. Një tjetër pjesë që po verifikohet nga policia është ajo e fajdeve. Nëse familja 2 fëmijëve të mitur që mbeten të plagosur janë të përfshirë në këto skema të jashtëligjshme apo jo. Në këtë rast hetuesit kanë dyshime se përplasja me persona të tjerë për shkak të fajdeve të pashlyera mund të jetë një motiv për atentatin e rënd. Edhe në këtë pjesë e cila është në fazën e verifikimeve, grupi hetimor beson se autorët kanë ngatëruar shënjestër, duke mos ditur se brenda mjetit ishte shoferi i familjes Demiraj, 2 djemë të mitur, si dhe fëmijë i tyre adoleshent. Ndërkohë pista tjetër që është ende në hetim nga krimet e rënda, është ajo se vrasësit të dyshuar me pagesë mund të kenë patur si shënjestër eliminimin e gruas së Roan Brahimit dhe jo familjen Demiraj. Eveja Brahimit jeton në vilat luksoze të Lundrës dhe zotëron një mjet të ngjashëm me atë që po udhëtonin 4 personat e plagosur. Roan Brahimi, i cili u ekzekutua në vitin 2024 në Athinë në sy të gruas tjetër dhe djalit të tyre të mitur, ishte një nga persona që kishte konflikte të ashpra me klanin e mbretit të lojrave të fatit Ervis Martinaj. Madje dyshohet se pas vrasjes me 3 viktima në Fushkruj, ku njëri prej tyre ishte Brillant Martinaj, por dhe ekzekutimi i Gentian Bejtjas qëndronte pikërisht Roan Brahimi, krime që mund t'i ketë kryer në shenjë hakmarrjeje. Mbrëmjen e së njëjtës ditën që u bë atentati në Lundër, në Lezhë u vra babai i Roan Brahimit, Gjovalin Prendi. Gruaja e Brahimit është marrë në pyetje ditën e premte nga policia e Tiranës, e cila është shprehur se nuk e ka idenë se kush mund të jenë autorët e vrasjes së vjerrit të saj apo të plagosjes së 4 personave në Lundër. Megjithatë, ajo nuk ka përjashtuar se pas ngjarjes së Lezhës mund të qëndrojnë armiqt dhe rivalet që kishte bashkëshorti i saj. 2 fëmijët e mitur të familjes Demiraj, përkatësisht 17 dhe 11 vjeç, janë nisur për trajtim mjekësor jashtë vendit. Në gjendje kritike për jetën vijon të jetë 11 vjeçari, të cilin plumbi e ka prekur në disa organe jetike.